Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Me emrin e Allahut të plotfuqishmit mëshiruesit, falënderimet i takojnë vetëm Zotit gjithësisë, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi dashmin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në mësimin e 7. Hadithi për sot është një hadith të cilin neve na transmeton sahabiu i nderuar Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selami ishte hebre. Ishte nga Beni Israilet. Në thojza, që i themi, që i futët. Edhe nga djetarët e tyne. Ndoshta kemi përmendur që në Medine ku emigroi profeti alayhi salatu wassalam, jetonin 3 fise hebreje. Jetonin 3 fise. Ndoshta në njëri prej tyne ishin arab dhe kishin pranuar fen e tyne, ose të gjithë kanë qenë nga Beni Israilet, nga fëmijët e Jakubit alayhis salam, nga prejardhja e Jakubit, nuk përqendrojmë ke kjo. Mirë po, Abdullah ibn Selami ishte një nga dietarët e tyne, në thojza, siç i themi, nga hoxhallarët e tyne. Dhe kur emigroi profeti sallallahu alaihi wasallam, po tregon vetë Abdullah, thot, kur erdhi profeti alayhi salatu wasalam në Medinë, fillon duke u grumbullu atij rreth tij njerëzit, duke shku njerëzit një gjun, ka ardh i personi lartë, ja kishin një gjuhë emrin se i kishte dalë, kishte rrit 13 vjet në Mekë. Edhe i kishte dalë emri. Dhe fillon njerëzit duke shku, duke u taku me te. Thot, dhe isha prej atyne të cilët shkuan me u taku me te. Dhe thot, kur pash qerjen e tij, qerjen e profetit alayhi salatu wassalam, thot, pash që qerja e tij nuk ishte qerje gënjeshtari, mashtrusi, rrenacaku. Pra, Zot shqyr, Allah me madhin e vet, qa ke mrena ta qit në aparencë, në qere. Dhe më thonë, shpesh herë ndodh që takosh me njerëz që të thotë zemra. Qysh se i shef? Ka shumë prej tyne që një ta pa i ka dhoni qere të keqe Zoti. Edhe sidomos me qenë zullumqar, se bia jo hija, zullumi ka hije të rënd. Dhe thot, pash që qerja e tij nuk ishte qere mashtrusi. Dhe ndigjova duke thënë, e juhen nas, o ju njerëz, ashtë i vishin grumull njerëzit. Në atë grumull që qëlloj Abdullah ibn Selami, thot këtë gjo, i dashmion alayhi salatu wassalam, thot, o ju njerëz, efshu selam, përhapni selamin, përshëndetjen. Përshëndetjen, kur themi përhapni selamin, pra përshëndetjen, esselamu alejkum. Selam vjen nga emri Allahut. Allahu është selami. Dhe ka një kuptim shumë bukur, shumë gjanë. Neve thjesht e kena selamu alejkum, pa që Zotit qoftë me ju. Vetëm kaq. Assalamu alejkum. Mirë po selam vjen edhe nga selameti, nga shëndeti. Si me thënë, si shnet. Shnet paç. A vëdo? Do më thonë një lutje, si me thonë, për me të dhonë Zoti shëndet plot. Një farë sigurie, kur i thu tjetrit selamu alejkum, edhe ai të thot wa aleikum selam, si kur ti i dhe një farë siguria atit, një farë paqja atit. Sepse ne e dim fare mirë nga feja, që besimtarit, po edhe gjithë njerëzve, po sidomos besimtarit, nuk lejohet ti cënosh nderin, ti cënosh pasunin, ti cënosh gjakun, ta vrasësh, ta presësh, apo ti... Pra, kur ti i thua selamu alejkum, ai tjetri një i farë qetësien vetvete, që ky është njeri i besës, ky është njeri i mirë, pra ne përhapni selamin, sepse njerëzit, kur ti i thua tjerëve të selamu alejkum, duhet një qetësi dhe rahatimi dizveti, e njef se njef, se ka shumë hadithe që profeti alayhi salatu wassalam urnon e thot, do më thonë, jepja selamin, përshëndet, atë që njef dhe atë që se njef. Edhe më përpara, ka qenë njoft me kjo, kur u përshëndetshi njerëzit që nuk u njihshin rrugë, sikur kishte i farë sigurie.
Kur nuk u përshëndetsin, rrishin qifshin me fryk ose me inot se ky e ka i gjoj që nuk përshëndet, që nuk fol, do me bona i gjot keqe. Ama kur komunikoshin, u zbuste kjo. Po si i bëhet selamit? Prandaj, ne e kena akoma më shumë të detyrueshme për hapjen e selamit, sepse i japim një farë sigurie njëri tjetrit. Dhe nëse ndonjëri prej nesh i tha selamu aleikum, erdhi këtu në xhami, tha selamu aleikum, u dha qetësia, dhe filloni më shtroni hap pasunini, bona i të keqe, po e ka tradhtu. E ka prej besë. Domethënë ti kur thu selamu aleikum i ke dhënë besën tjetrit, dhe nëse ti e shkel kët, i bën keq, ti e ke prej besate, e ke tradhtuate. Prandaj kanë nxitur shumë i dashmion alayhi salatu wassalam me përshëndet dhe përshëndetjen me selam. Assalamu aleikum. Kjo është përshëndetja e besimtarëve. Pastaj thot: "Wa at'imu at-ta'am", dhe ushqeni. Jepni ushqim. Ushqeni njerëz, ushqeje mikun, ushqeje të afërmin, kushdo që të vi. Jepni ushqim. Është gjë shumë madhështore mikpritja. Më thoj za, mikpritja. Shpesh herë, ndoshta, neve mund të majmë men. Gjona të vogla që na kanë, të themi populloshe, na kanë sajdis të tjerët, edhe të kanë ngel. Më shijoj, pse? Ja dhe me gjithë zemër. Buk e kry për zemër të mirë. A do? Zemër e bardhë. Pra, jepni ushqimin se ajo ndikon ke njeriu, e afron. Edhe profeti alayhi salatu wassalam, para se ti të jep të shpalljen fisit vet, para se të komunikonte me fisin, i dashmion alayhi salatu wassalam që me i tregu që i ka hartë shpallje ke Allahu, prej Allahut, i ka thirr 2 herë për gostim shpinën e vet. I dashmion alayhi salatu wassalam. Fisi, ato të afër, ato të mëdhej, si me thon të fisit, se ka qenë fisi gjon, po të paktën kokat dhe ata që ndikoshin shumë, ose më të mëdhej të kureshve, i ka shtru aty në gosti. I herë dhe të dytën, përmeni çështjen e shpalljes. I dashmion alayhi salatu wassalam. Wasilul arham, dhe ruajini lidhjet farefisnore. Me bo vizita. Mrena mundësive, Zoti na fal se jeta na ka hutu me thonë të drejtën, a kupto? Po e mirë është që lidhjet farefisnore të ruhen me sa të jetë mundësia. Dhe e fundit, e 4-ta, thot wasallu bil-lejl wan nasu niyam. Dhe falu një natën në një kohë kur njerëzit flenë gjumë. Zot na fal se na shbo gjumë i rëndë. Po Zot shqyqyr, ai që do mirësinë ke Allahu subhanahu wa taala, munohet ta bëj këtë, sidomos tashti që jena tu afru ndimër, edhe nata bëhet e gjatë. Nuk i kushtoa as pak as njerit që të flej pak herët, qoftë edhe në orën 9. Pa ama sabahu, do më thonë, bëhet vonë tashti, kur hynë në 5 ca, do më thonë, mund të qohësh në 4:30, në 5 pa i qerek, a kupto? I fal 2 rekat, edhe fitot gjonë të modhe. Qarë? E plotson profeti alayhi salatu wassalam, tadkhulul jannata bisalam. Të hynin në xhennet, pra kush i bën këto 4, jep selamin, ofron ushqim, jep tjerëve gosti, është mik pritës të themi, dhe i ruan lidhjet farefisnore dhe i fal namaz natën, hyn në xhennet, domethënë në thojza mund t'i themi serbest. Domethënë pa siklet. Kjo ishte, me selamet, do më thonë, tadkhulul jannata bisalam, të hyni në xhennet, do më thonë, pa siklet. Do më thonë, gjatë rrugës për në xhennet, se ne kemi llogarinë, kemi haqet e njerëzve, kena shumë gjona gjatë rrugës, mirë për nëse neve i bëjmë të gjona, inshallah, me mëshirën dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do hym pa siklete në xhennet. Do më thonë, pa siklete gjatë këtij rrugtimi. Me kaq e mbyllim edhe pjesën e hadithit, tash i kthehemi ke mësimi jon. Thamë që do bëjmë një farë përsëritje inshallah, dhe pastaj të marrim edhe gërmat e reja. Sot inshallah do marrim 2 gërma dhe herës tjetër do marrim 2 gërma, duke qenë se janë pak, domethënë kanë një çik punë, dhe na duhet që ti përvecojmë sa më shumë ato. Dhe ndashtë Allahu po Zoti lehtësoj, shpresojmë që javës tjetër ti mbyllim komplet ciklin e gërmave, ti marrim të gjitha. Tani, neve kemi marrë zanoret, dhe thamë viza sipër shqiptohet ose
ose a. Tham, shqiptohet a me gërma të cilat janë të veçanta dhe neve nuk i kemi në gjuhën shqipe. Viza poshtë shqiptohet gjithmonë i. Dhe kjo si një nënt e shtrime e vogël shqiptohet gjithmonë u. Shqiptohet gjithmonë u. Shumë mirë. Atëherë, neve gërma e fundit që morëm ishte një tham, kjo është gërm e veçantë e gjuhës arabe, alfabetit gjuhës arabe, e cila shqiptohet do. Do më thonë gjuha normal, lehet normal. Gjuha lehet normal. Dhe anët e gjuhës, ose njëra nga anët, po pa i mbledhur, pa i lëvizur, do më thonë ana i gjuhës, ngrehet ke nofla sipër, nuk e mbledhim, as nuk e bëjmë shumë, si kur buqet, jo, da, a shëf lehet. Të keni parasysh gjithmonë kur themi, shqiptimi do bëhet sa më lehet, do më thonë pa e shtrëngu, pa e sforcu vete, dhe themi, da. Kujdesni, sepse kjo është me pikë dhe hiqet, ky harku, dhe me in themi, di. Ja ku e kemi dhe në mes, themi, du. Shif, po jo dë, jo du. Du, shif, du. Da, di, du. Da, di, du. Lehqëm. Vetëm po ngrejt gjuhën, mos e luj. Asiher mos e luj gjuhën. Vetëm ngreje sipër dhe të pusithet me dhëmballët, duke thonë, da, di, du. Dhe në fund, kthehet në formën e saj origjinale. Tham që kjo si dadi, si shkronja da, po pa pik është s-ja e trash, shumë bukur. Themi sa, sa. Shumë bukur. Themi si ihdinas siratal mustaqim. Dhe themi su. Shumë bukur. Ma mirë t'i bëjmë me dy ngjyra, përsëritja na bën mirë neve. Themi 3 dhomza, 1, 2, 3, edhe një bish si kjo me 3 pika. Është? She. Aleikum selam tullah. Në fillim do hiqet kjo. Themi ja shëja. Pastaj në 2 krahët themi shi. 3 pikat shu. Shumë bukur. Pa pika çfarë ishte? S-ja e lehtë, si shqip. Themi se. Si. Su. Shumë bukur. Pastaj vjen çfarë është kjo e hapur? Z-ja. Ja në fillim. Shumë mirë. Zi. Zu. Po pa pik është rëja. Dhe tham që rëja është pak e veçantë. Nuk shqiptohet rë si kurse e shqiptojmë në disa libra. Kjo është gabim. Po themi e shqiptojmë, anojmë pak ke aja edhe shqiptojmë trash duke thënë ra. Me in hol, ri, me un përsëri trash, ru. Ru, shumë bukur. Arku i mbyllur, paka shumë, me një pik ishte dhe ja e lehtë, shumë mirë. Themi, ja, jo me a, së është si shqipja, bashkëndëllore si shqipja. Themi dhe, kjo lidhet nga poshtë, dhi, dhu. Dhe kjo kumbuse, çfarë ishte? Dëja. Si? Dë. Jo dë. Nuk e zjasim. Dë. Di dhe du. Shumë bukur. Shifet tashti. Kjo me qjerje
Ha? Khaja. Gjoja? Qa do në pagush? Hajde, vllazni, kafe ngeli, gjë këtu, kafe, bohet, qelek pastaj. Themi, ha, shkurt, kha. Pika sipër, khi, dhe në fund kthehemi përsëri ke origjinalja, khu. Ti fshim pak këto, pastaj ti shkruajmë edhe tjerat edhe të marrim gërmat e reja, inshallah. Shumë mirë. Kishim këtë të ëmbëlëtën. Tham, e shqiptojmë, ëmbël, ha. Këtu ke fyti këtu. Ha. Shumë mirë. Elhamdu. Subhanallah. Ha. Këtu, ëmbël. Themi? Ha. Hi. Dhe hu. Shumë bukur. Dhe kjo është gjëja, kumbuse. Dëja, gjëja janë kumbuse. Themi? Gjë. Themi? Gji. Gju. Kjo me 3 pika, çfarë ishte? Thëja, shumë mirë. The? Jo, thonj. Ti, normal. Dhe? Thu. Me 2 pika? Me 2 pika? Thëja. Themi? Te. Dhe me 1 pik poshtë është bëja. Edhe bëja është kumbuse? Be? Bi? Bu. Hemze ja thanë, shqiptohet si pas zanores, themi? E? I dhe oja. Shumë bukur. Ha? Shumë mirë. Bi? Bi e? Jo e. E. Bi e bi. Baha. Bahara. Bazjat teji. Jo tajidu. Normal. Tajidu. Themi? Ra. Rabiha. Bazjat. Thubi te. Lehqëm. Asiherë nuk zjaten. To nuk zjaten asiherë sepse ndrysho, domethënë ndoshta këtu në ca vende jo, po ka shumë vende tjera që ndrysho kuptimi i fjalës. Haja. Haja ru. Hajaza. Sajada.
شجرة. رصد. فاهمي؟ Pa zjat, asnjëherë, mos mëso vetën tatë me zjat asnjëherë. Sepse ajo është gabim fatal. Sepse do marrim shkronjët e zjata edhe s'do dish ti dallosh. Khasi, ra. Dhe shembulli I fundit duriba. Shaf sa mirë? Kjo ishte. Ndoshta I marrim nga pak gërma, mirë po kështu na fiksohen më mirë. Pastaj mësime tjera, hecim më ndryshe. Shumë bukur. Tani kemi shkronjën të trash. Neve kemi marrë shkronjën të holl. T-ja e holl ishte kjo. Tani kemi si kesadi, mirë po, nuk vim me bisht poshtë, zbresim, një vis sipër. Dhe kjo si do shqiptohet? Gjuha do ngjitet sipër, pa. Shef? Pa. T-ja let ka maja gjuhës. Te, jo me a. Shife, qa kena thonë? Të gjitha gërmat që kanë përshtatshmëri me alfabetin e gjuhës shqipe do I shqiptojmë me e. Kurse gërmat e tjera të cilat nuk I kemi në fonetikën e gjuhës shqipe, atëherë do shqiptojmë me a. Atëherë, të-ja let me majën e gjuhës, themi te. Kurse kjo gjuha komplet ngrehet sipër, pa. Themi, shife? Taraba. Ose tarada. Kjo nuk dallo shumë nga tjetra. Shife? Themi? Be? Shife? Bata. Batara. Themi? Khata. Khatara. Tani, dhe në fund, Rabata lidhi. Shumë bukur. Atëherë, ti shkruajmë të gjitha. Themi, po, shikoni këtu, ke ija, si që është, e njete gjuhën sipër ke nofla, e ullë poshtë për të shqiptu in. Po, ti, shife, ti. Kjo, me majnë e gjuhës, ti, të, e letë. Kurse kjo, ti. Shumë bukur. Dhe me unë, tu. Dhe me unë, tu. Shumë bukur. Iku, shkronja, ta. Çfarë gërme ishte kjo? Dhëja e lehtë. Dhëja e lehtë.
Po si taja, me pik kemi dhën e trash, shife këtu. Dhëja let me majnë e gjuhës, dhe. Shife, dhe. Me majnë e gjuhës. Kurse dhëja e trash, edhe pjesa tjetër e gjuhës do bashkohet deri ke dhëmë të qenit. Dhe themi dha. Shife të një, dha. Kjo me vizën sipër dhe. Shife, hold, dhe. Kurse kjo shqiptojmë trash, dha. Dhallin. Asnjëherë nuk e themi ne dhall, nuk e themi dhe të hold. Del vet, po. Del vet trash, dha. Themi dha. Themi dha. Në mes të fjalës do vi po me të njëjtën. Ja. Dha, dhi dhe me un dhu. Shife? Themi? Kujdes? Qa dhe është kjo? Dhe let. Hadha. Hadhara. 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 شفة حذر حضر شفة ذا ظا ذا ظا. Kur të marrim gërma të tjera, pastaj do marrim edhe më shumë fjalë me shkronjën dha. Do marrim edhe shumë. Ta marrim edhe i gërmë, si thoni? Se pa të mlon për dy, ta marrim edhe i gërmë? Ta marrim edhe një, shumë bukur. Po, jo, nuk do e marrim ashtu. Do e marrim thjesht si tingull. Do e marrim si tingull. Shifni këtu tashti. Duke qenë se është pak që të kena mundësi dhe me përsërit nesër. Pak a shumë si eja do e shkruajmë. Pak a shumë si eja. Kjo gërma si shitohet? Thjesht duke shtrënguar fytin lehçëm, duke shtrënguar. Pra neve kemi zanoren a, apo ja. Zanorja del lirshëm. A. Shife? A, lirshëm, s'pengohet. Mirë po këtu ke fyti, shife? Ku është kjo që i thonë molla gjasme? Kjo këtu? I qik më sipër, do shtrëngojmë lehçëm, jo trupin, do shtrëngojmë fytin. Në rregull, lehçëm. Dhe themi a. Aq. Jo shtrëngu, s'ke punë me trupin, as me hundën. Nuk del këtu. Nuk del këtu ke hunda, del ke fyti. Dhe themi, a. Shife, lehçëm. A. Kaq. Sot do marrim vetëm me një zanore. Me fethan, kjo quhet fetha. Kjo, do i marrim edhe këto emrat e këtyre, po. Kur i thon avash. Vetëm këtë. Dhe themi a. Si a. Çarke, kur morëm gjën dhe si motrat e saj, ç'a tham? Ky bishti hikën, apo jo? Edhe këtu do hiki. Themi, shife? A. Themi? A. Lehçëm. Abe. Abese. Themi? Araja, dhe më thonë, unë gjitë lartë. Qa themi ne? Nata e Isras dhe Mi'raj. Araja, dhe më thonë, unë gjitë lartë. Themi, a. Lehçëm. Kur lexojmë surën Fatiha, çfarë themi ne? Elhamdulillahi Rabbil. Nuk themi alamin, nuk themi kështu. Dhe shtrëngojmë pak. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Shif, ka dhe i diçka. Asnjëherë e përsëri, e thash në fillim, e kam thonë edhe më përpara, do e themi gjithmonë. Gërmat asnjëherë nuk duan shtrëngim. Alamin.
nuk ka nevoj fare. Lehçëm. Alemin. Shifa? Alemin. Pak ëmbël këtu. Muni këtu. Kjo pjesa. Ku është kjo? Qik po sipër, muni këtu. Shtrëngimi lehtë. Kaq. Edhe jo tingulli ke hunda. Jo ke hunda asnjëherë. Me kaq po e lejmë. Pastaj do i marrim nesër inshallah do i marrim dhe format e tjera të shkronjës. Kemi thonë ne nuk jemi duke i marrë këto gërmat me emrin e tyre. Po jemi duke marrë tingullin që mos të ngatrohemi. Se për herë, sidomos ke kjo shkronjë, u ngatroshin gjithmonë me zanoret. Në rregull? Allahu ju ash përbleft. Inshallah takohemi nesër.